Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin sonte në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju lajmet më të fundit. Do të flasim për një marrëdhënie që nisi brenda shtëpisë së Big Brotherit. Dikur publiku pretendonte se do të ishte çifti i këtij reality show, por ky djali preferoi që të largohet nga shtëpia. Do të flasim për Redon Beranin dhe Egli Takon, sepse së fundmi kanë bërë një lëvizje shumë interesante, kanë bërë një lëvizje shumë të çuditshme. Ju e dini shumë bukur që Redoni nuk e ka pas ndjekur Eglin në Instagram, por e ka bërë follow që nënkupton që Redoni dhe Egli ruajnë një marrëdhënie shoqërore, dëgjoni mirë, një marrëdhënie shoqërore mes njëri tjetrin. Një miqësi e cila u cilësua si ndër më të bukurat të sezonit të 4 të Big Brother VIP Albania, Egli Tako dhe Redon Berani. Po lë pikpyetje të mëdha. Kjo pasi dyshen nuk e kemi parë bashk apo duke suportuar njëri tjetrin. Mirë po, një detaj i cili vërehet publikisht është që dyshja ndjekin njëri tjetrin në Instagram. Ky veprim na bën që të kuptojmë që ndoshta nga angazhimet e shumta kanë munguar edhe takimet e tyre. Tani, që të jemi të vërtet, Redoni në për të gjitha intervistat, edhe kur Egli ishte brenda asaj shtëpie, ka thënë fjalët më të bukura për Egli Takon. Do të kujtoj një intervistë, një pjesë apo një copëz të intervistës nga Nuk e luan topi apo Se luan topi në Top Channel, që Redon Berani tha që unë mund të takohem me Eglin në momentin që ajo do të del nga shtëpia e Big Brotherit, por do të takohemi në një formë vëlla edhe motër, miqësore, në formë familjare, por jo në një formë që unë të kem diçka apo të krijoj ndonjë ndjesi, ndonjë emocion për Eglin. Edhe pse tha Egli ishte natyrë shumë e përafërt me natyrën time, kishim të njëjtat filma qef, kishim të njëjtat mendime, kishim të njëjtën të kaluar vuajtjen e ankthit, të depresionit, të stresit, do me thënë e ka kaluar dhe Redoni dhe Egli, do me thënë kanë një rrugtim të përbashkët, por kjo gjë nuk e shtynte Redonin që të kërkonte një diçka më shumë se Egli, apo që të mendonte diçka më ndryshe për Eglin. Gjithsesi ai është shumë i lumtur, është shumë mirënjohës, është shumë falendërues që e ka njohur Eglin. Por së fundmi, siç duket, Redoni dhe Egli duan të ndërtojnë atë shoqërinë vëllazërore dhe motër të tyre. Unë në fakt e kam qef që Redoni të ketë një shoqëri me Eglin, sepse ishin dy miq që na kanë dhënë një spektakël shumë të vogël, por shumë të bukur, do me thënë mori popularitet të menjëhershëm, filloi që të komentohet, filloi që të flitet për këtë dyshe, por së fundmi Redoni dhe Egli ndjekin njëri tjetrin. Kjo, me patjetër që nuk do t'jetë një komentim për ato titujt e portaleve gjigant që Redoni kështu thatë ironi këtë, do me thënë është thjesht një ndjekje në Instagram. Nuk ka asnjë lloj lëvizje, mund të kenë shkëmbyer ndonjë fjalë përshëndetëse në kuptim respekti ndaj njëri tjetrit, sepse Egli vetë ka thënë në shtëpinë e Big Brotherit që unë kur do të dal nga kjo shtëpi do ta takoj Redon Beranin në mënyrë shoqërore, në mënyrë vëllazërore, por do me thënë kjo gjë është një shtysë e bukur që shoqëritë po ruhen edhe pas këtij reality show.